Është komplet, duke pej kafozin, mbrojtës, pej rollborit, ulcës, rrypat, krejt çdo gjë e ka të homologume, është i gatshëm me marrë pjesë ku dën edhe jashtë Kosovës, nuk ka asnjë problem, i ka lënë këtë testet. Kom pas aksidentin me të, brenda natës e kena rikthy, çka u konë e pamundshme, edhe për atë arsye nuk ju kom do. Në 2021 më kom kampion vendin e parë, vitin 2022 prap kampion. Shumicën e garave ju më konë domethënë triumfus, kom fitu, kom mujt kerre çka u konë e pamundshme, kom mujt tajper me 240 kuaj që i ka me krahazu me këto është shumë larg. Tash është dikon me 1.3 bar, rreth 420 kuaj, i ka domethënë që i jep fuqi, jo me thonë i ka 400-500, po që ato i ka të sigurta. Krejt menojnë që unë jam i tren në komunikacion, po ju për kontra zonë vëzitje mirë. Baba jam me mujt i koll ta i shet, po e kam për marak. Hirën, këtë vojzën e dytë e kam kopje është mas me, marak në kerre, marak në motora, në zhurëm, njëjtë është, identik. Unë për vete, nëse me konë diçka shumë nervëz, ose diçka në rast, veç me dal një gjëra, me këto unë jam këtë i qetë, këtë në rregull edhe. Ka shumë vetura në stok për gara sportive, por njërin prej tyre e ka më me qef. Valdrin Krasniqi që nga viti 2014 merr pjesë në gara sportive. Ai merret me modifikime dhe do të na flet sot për pasionin që e ka për makinat. Valdrina, mundesh më na tregu kur ke filluar me u marrë me modifikimet të veturave? Po, në prej vitit 2014 kom fillu me pregadit një kerr, në atë kohë ka qenë si kerr konkurrent për kategoritë e vogla, si fillestar një Yoga 1.4, e kom hek motorën e patën bo me motor Lancis 1.6 turbo, po u dash shumë kombinime edhe nuk im koni knoqen me atë veturë, e kom hek. Prej vitit 2014 deri në 2016 e kom pregadit një Honda 1.6 vetek. Kom marrë pjesë me një garë me të, probleme edhe me ato defekte, e kom hek edhe ato, e kom marrë një Opel Astra dhe mo prej asoj kuhe se kom dru asnjëherë. Do me thonë tashti në stokën tonë janë vetëm Opeli. Përveç një Fiat që e kam që ma prish pak, po e du se është i vogël edhe nuk bën sherra, është i vetëm në Kosovë, është 1.4 turbo, pun të GT, tjerat i kam këtë Opela. Okej. Po thuaj se shumicën e garave merr pjesë me këtë veturën këto. Po. Kjo është e pregaditën, do me thonë maksimum, të fillu prej sistemit frenimit. Frenimit tash e kom përforcu shumë, se kom pas problem, pjesa mropa frenejke ma herët se që dëhet dhe nuk ishte stabil në rrugë, tash është në rregull, e kom përforcu që dëhet. Shasia jashtë është shumica është polyester, të fillu prej haubës, dyrëve, tavanit, gepekun, mrena është e prej me letume, tropat i konë maksimum, do me thonë krejt teflon. Sa kilogramja ke hek? Kjo që tash për momentin, se deri tash se kena ditë sakt as vetë, tash për momentin i ka 820 kg, prej fabrikës del 1240. Po do me thonë, është komplet, duke pej kafozin, mbrojtës, pej rollborit, ulcës, rrypat, krejt çdo gjë e ka të homologume, është i gatshëm me marrë pjesë ku dën edhe jashtë Kosovës, nuk ka asnjë problem, i ka lënë këtë testet. Pse e don kaq shumë këtë veturë? Pse? Këtë veturë e du shumë, se në fakt e kom pas një tjetër, po është e njëjta identik si kjo, e kom vëzit 4 vjetë, këtë sukseset i kom pas me këto vetura, do me ona është e njëjtë si kjo në fakt, kom pas aksidentin me të, brenda natës e kena rikthy, çka u konë e pamundshme, edhe për atë arsye nuk ju kom do dhe këtë veturë e din, që thojnë e din gishta, nuk më në dhe asë njerë me vëzit ma mirë se anë. Sa gara ke marrë pjesë? Nuk e di sakt, veç prej vitit 2014 asë një garë nuk kom mungu, do me thonë që qenë kampionatit Kosovës, të Fiat Cez që kanë qenë në Kosovë, në Kruj, në Shqipni. Kom marrë pjesë me atë tjetërën veturë që është e njëjtë, kom marrë pjesë edhe në Ponikva në Maqedoni, vitin 2021. Në kategori ta mi më koni mirë, po
për shkak se s'është plotsu numri për 1500 garus, nuk është shpoll garë, mirë. Nuk ka mungu asnjë garë, as malore, as slalom. Për jashtim dragut që s'është disiplinë jona, nuk është kërë për atë punë. Po thuaj se në të gjitha garat ke dalë triumfues. Unë si fillestar në vitin 2019 kom arrit me kry 3 gara, se fillimi i veturës, lënë ke një garë, një defekt, jo të shkutu e përmisu. Jëmë konë i tretin plasman gjeneral fund vitin kategoritë tem. Vitin 2020 jëmë konë 9 kampion. Në 2021 jëmë konë kampion vendin e parë. Vitin 2022 prap kampion. Në 2023 kom pas një garë minus, një garë me do probleme, kom dali dyti. Vitin e kalum e kom ndrru kategorinë, kom dalë për një kategori më të madhe, unë me vetur më të vogël, kom dalë në performance faktor 5, kom konkurenca jashtëzakonisht e fortë, shumicën e garave jëm kom domethënë triumfues, kom fitu, kom mujt kerre qa kone pa mundshme, kom mujt tajper me 240 kuaj, që i ka me krahazu me këta është shumë largë, edhe në shtegun e Brezovicës që është e pa mundshme me mujt atë kerre aty, se ai është ekstra për qatë staza, po mirë, kom pas sukses deri këtu jam i kënaq për këtë vetë të shohëm. Nuk kom dosh me hi këtë vetë, kom dosh me pauzu, po për shkak klubit që po dojna me aktivizu ma shumë, po do të prap me marrë pjesë. Sa makina i ke modifiku deri tash? Po kom punu shumë, se në përveç ty në të miva unë kam edhe si profesion mekanikën edhe punoj edhe të shoqënisë, kom punu shumë, për momentin i kam aktive rreth 2-13, po kom shumë. Tash jem të punu edhe një kaliber, është me motor të Zafirës 2.0 turbo, jem të bo me klim, me sistem frenimit, me ABS, me gjitha. Këto mrapa këtu e kom punu tash herën e fundit e kom ble paka shumë të gatshme, po motorin e kom punu, du fillu pe klipa, pistonat, do me thonë klipa, klipnjaqa, breguret, i kom ndrusin e shpejtësive, frenimin e kom punu, se i ka pas një frenim tjetër edhe as fellën nuk e mujt me vendos tjera përveç vetav. Tash është dikon me 1.3 bar, rreth 420 kuaj, i ka, do me thonë që i jep fuqi, jo me thonë i ka 400-500, po që ato i ka të sigurta. Muj me lëshu deri në 600, po për shkak të sigurisë e kom lanë çdo herë, edhe me rujt motorin. Çka ka ma të veçantë kjo vetur që e ke modifikuar? Kjo është Astra F GSI, do me thonë këtë në trolla, bile në Kosovë jam veç thuj se në zhdukje, në mund është mi numru ngjishta, nashta po gaboj veç unë zdi që janë dikon ma shumë se 10 që janë aktive dhe janë punu me që shdo në kitë Kosovën. Kjo ka të veçantë të fillu pe amortizerav, frenimin, motorin e ka të Tastrës G 2.0 turbo, po që është i punu krejt me grana hyrëse dalëse, turbinën, sistemin e aspuit, ndrusin e shpejtësive, që ka të veçantë kjo e ka dhe sistemin do me mund është edhe me kontrolu me diagnozë, me kompjuter njëjtë si kjerën e ri, që ka gabim defekt, kjo ketë kallëzën. Po besoj që merë kritika prej familjarëve për shpejtësinë. Njerëz ketë menojnë që unë e marrë pjesë nga ora dhe kur dalë në rrugë vëziti, po në rrugë jam shumë i qetë, vëziti mirë. E kam një budallaki nuk e dhejzi as kjerën për avnu rrypin e sigurisë. Krejt menojnë që unë jam i tren në komunikacion, po ju për kontra zënë e vëziti mirë. Boba jam me mujt i kollë ta i shetë, po e kam për marak, s'mingucin. A ka me undalë, Valdrin, ja, ka me vazhdu hala me bo modifikime në shumë veturat të tjera? Jo, nuk e kam njëtë më nëllë. Nashta edhe nëse s'bëj për vete, unë kam shoqni, kam që çdo ditë, domethënë ju lindin dëshira, se tash tu kirët e vjetra janë veç zhdukje, edhe te kirën e ri nuk ki çka bën, ai vjen i shpejt, vjen krejt i ka, këto kirët e vjetra janë çdo ditë tu i marr, tu i ble, tu i mbledh, tu i punu. Po besoj që gjitha këto modifikime e kanë një kosto të lartë. Po nëse dën me marr pjesë veç në drag, çka se preferoj edhe nuk e bëj, ky nuk është për ato punë, ky mundet më shfrytzu në drag, se e ka fuqinë e madhe. Mund është me kalu shumë ma letë, po nëse vjen puna të këtu garat malore është shumë sportist rajt. Një por guma do me thonë që i ki të obligueshme, nuk janë për një sezon, po mi shfrytzu një sezon, i ki rreth 2.000-2.500 euro me transport deri këtu. Tani është hanci, helmeta, janë teshat, veç pajisje do me thonë prej rrybave ulësës këto shkojnë dikon rreth 3.500-4.000 euro. Do me thonë për gara malore janë më të shpejta pajisjet. Po, edhe në slalom është obligueshme me helmeta, po aty mund është me marrë pjesë në me një kert civil, e be e pagu një licencë, ki dëshirë me vëzit, s'don me dalë me rreziku komunikacionin, vjen aty dhe je i sigurum prej policisë, prej kujdestarëve të pistës, prej federatës, hen çka unë është me rreziku najt defekt, najt dëm diçka të vogël, në kerr nuk e rrezikon kërkon. Hirën, këtë vajzën e dytë e kam kopje është mas me, maran kerre, marak motora, në zhurëm, njëjtë është, identik.
Një qysh i këm teshat e punës sënë, i ka dha e të njëjtat, me emën, vetë, më qysh i këm bo për vetë, u doshtë edhe asaj. Do me thonë Hira do ta trashëgon pasionin e babait. Nuk kisha pas qef se përveç që është i rrezikshëm është i kushtueshëm, përveç që merr shumë parë, merr edhe shumë kohë, po nëse ajo veç dën vendos, mu ka më pas për kroje gjithmonë. A tu ka rreziku jeta ndonjëherë Valdrin? Po tash s'muj me thonë ashtu që mu ka rreziku, se s'kum pas diçka në aksident, do defekta të vogla, një aksident e kum pas pak më të madh, po fol pajisjeve që i kom pas edhe marshallat që kanë qenë aty, që kanë intervenu shumë shpejt, unë kom qenë pas një lëndim, pak diçka në dorën, po s'ka qenë kur gjë diçka, gjithë shka u konë në rregull edhe nuk besoj që ka këtu gara diçka në rrezik të madh për jetë. Qysh një është ti kur i bën këto gara edhe kur i modifikon këto vetura? Këto gara i ki krejt problemet e botës, momentin që ta hek flamunin prej dritarës mu nis, ti s'ki ma kur gjë. Je ketë rahat, i qetë, del nalë, knaqësh, adrenalin, shfrytëzon maksimum edhe i harron ketë, nuk i kur gjë moti, hiq. Unë për vete, nëse me konë diçka shumë nervoz ose diçka në rast, veç me dal një gjëra, me këto njëm ketë i qetë, ketë në rregull edhe s'ki mo. Këtë bën, se cili dikush e ka atë pasion e vetë, dikush me të futbol, dikush tenis, unë e kam këto është, kjo është ma ekstrem se s'muj.